Për herë të parë, 245.000 votuesve të diasporës u është dhënë mundësia që të bëhen pjesë e zgjedhjeve parlamentare. Të gjitha kutitë që ndodhen pas me janë votat e ardhura nga të gjitha shtetet e botës të regjistruara. Megjithse jo të gjitha votat, pra 245.000 nuk kanë mbërritur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pjesa më e madhe e tyre ka mbërritur dhe numërimi i tyre do të nisë menjëherë sapo do të nisë numërimi në secilin qark të Shqipërisë, sikurse janë me emrat respektiv. Me ndryshimet e fundit të kodit zgjedhor për herë të parë, u përfshin ndryshimet që mundsojnë përfshirjen e diasporës në procesin e votimit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në kuadër të zbatimit të planit të votës së diasporës ngriti platformën elektronike për regjistrimin e votuesve në mënyrë që të gjithë emigrantët me dokumenta të rregullta, që kishin mundësi të shkruan në një adresë korrekte, me numër banese dhe dokumentacion që vërteton jetesën e tyre jashtë territorit shqiptar, të mund të regjistroheshin për të votuar. Shifra totale e emigrantëve të regjistruar arriti deri në 245.000, ndërsa procesi u shoqërua me problematika, pasi forcat politike ngritën pretendimin se operatori postar i shpërndarjes, edhe pse i financuar në vlerën e rreth 10 milionë eurove, po neglizhonte procesin e shpërndarjes, kryesisht në shtetin fqinj të Greqisë. Numri më të lartë të votuesve të regjistruar në diasporë erën Italia me rreth 91.216 shtetas të miratuar, për të cilët zarfet janë shpërndarë në adresat përkatëse. KQZ nuk ka përjashtuar nga mundësia për të votuar as edhe ato shtete numri të cilëve ka qenë vetëm një, si për shembull Venezuela, Jordania, Filipinet e tjerë. Të gjithë emigrantët të cilët nuk arritën të tërhiqin një zarf deri më datë 8 maj, operatori i shpërndarjes i ka kthyer sërish në Shqipëri pranë magazinave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ndërsa votat të cilat nuk futen në territorin shqiptar brenda orës 19 të kësaj të diele konsiderohen të pavlefshme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të nisë numërimin e votave të diasporës në të njëjtën kohë që do të nisë numërimi sipas qarkut respektiv.